Të njëjtë gjë e prishin anashkrim thashin usallarët në Shqipëria. Të njëjtën lojë bëri. Atje do kalbe dashim thashin në Burg atje. Pse meriton thua? Nuk del, meriton ai. E meriton? Po ai meriton, më ka duar me gjaka. Jo nga ai, jo ai vetë mor, usallar që kishte me rreth vetes. Ai pse ka bërë sidomos kur mori pushtetin Hashim Thaçi, nuk la më njerëz të Ibrahimun Rugrovës pa i vrarë. Jo. Atë që bëri Enver Hoxha këtu. Po çfarë bëhet shumë, çfarë ndodh në këtë vend apo si pikërisht nga më ndryshme domethënë jemi në luftë akoma, vazhdojmë luftë me kostume tani. Patjetër, vazhdon loja. Dalin tani e mbështesin bën protesta për Hashim. Shiko, kot, lemo që ato janë lojra këto. Edi Rama los bukur. Edi Rama los bukur ka vizion Edi Rama. Edi Rama unë ta thashë çika atë, me shqiptarët ka marruar punë. Që do thot, ai ka ambicie të tjera tani politike, mund të bëhet lideri i Europës, mund të bëhet lideri i Ballkanit, mund të bëhet sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Po patjetër më qum. Beson këto gjë? Patjetër, mos i besoj, unë kam informacione. Jo, ai i beson ke vetë. Nuk e di punë e tij, unë e lexoj mirë atë. Ti je shef që mund të bëj. Po mund të bëhet. Besoj ai vetë. E pesi tha ai sekretari i NATO-s se ishin pak a shumë në ngjatësi. Ja futi një kunjë Edi Ramës, po më vjen vërdalli tha. Kupton? Që gjërat më Hashim thashim pse do dënohet thonë, e meriton thonë. E meriton ai. Shiko, Hashimi mund të mos ketë, shiko ai. E qartë pra nuk mund të mos ketë, se edhe Rama thotë, mund të mos ketë, kam lidhje unë thotë po i bëj. Bravo, ai jo, Edi Rama i çon u të mora, të bëra faktor, të bëra ministër, të bëra drejtor, të bëra të dash karrierë, të mora nga tani po ke vjedhur përballë drejtësisë, nuk bën atë që bëri Enver Hoxha, që Enver Hoxha i vriste. Ky i fut në Burg, i përgjigju në Burg atje. Po ke vjedhur përballu me drejtësinë. Përballu vëlla, është shumë e thjeshtë. Edi Rama është lojtar i mirë. Po dhe Berisha e mbështet bukur në heshtje. Ai demoj. O zoti i madh. Punojnë usallarët. O zoti i madh. Por në duar e bërtasin e zjen me shajnë, për çajnë brenda familjes tyre, dy vëllezër me njëri tjetrin. Se do bëhet Edi Rama sultan e Berisha. Është bërë ai mos sultan atë. Është bërë sultan ai mos. Ore. Kuptoni ku ka arritur steka aty tani? Ai do menaxhoj mund të jetë lideri i Europës. Ore Europa vuan për lider më. Amerika ka lider Donald Trumpin. Ti thua e meriton Europa të ketë një lider si Edi Rama? Patjetër, se meriton. Duhet, Po patjetër, biles të punoj fort të pjesë. S'ka lider i Europa. Më mirë të ishte të jetë Edi Rama domethënë. Po Edi Rama të jetë lider i Europës. Ti vë gjërat e përvendë mo. Europa i vjen ai gjëra. O, i vë sepse ai sfidant ai. Sfidant ka. Shqipërinë ku do ta vë? Shqipëria, shiko. Shqipëria tani jo, Shqipëria është në rregull Shqipëria. Shiko, busullin e kanë në rregull, si ka marrë ujë Shqipërisë busulli. Ta mbledhin pak. Ata thashin, ta mbyllim atë dhe të kalojmë pastaj tek. Ajo që bëhet në Sazan atje, ai resorti që bëhet atje, që do vinë ai ç'a thon Krushku ajo këtë. Atë do mbledhin gjithë usallarët, aty që do marrin vendime për Europën, Ballkanin, edhe shumë vendet arabe dhe Amerikën. Do jenë usallarët atje. Edhe një nga ushtat do jetë Edi Rama. Kështu që janë të thella gjërat. O zoti i madh. O zoti i madh. Hashim Thaçin për ta mbledhur dhe kalojmë te vijimi ose siç ka. Shiko, ta thash tani. Ke habit prandaj. Jo, po. Unë kam thënë në media këtu me Xhaxhiun para 4 viteve unë. Te Xhaxhiu, hape faqen time ta si me media atje dhe kam thënë unë. Sa u fantazua. Hashimin ndoshta nuk ka gabim, po njerëz që i rrethoi për tyre për interesa personale para aje flisin në emër të këtija. Në mënyrë indirekte domethënë është i fajshëm. I fajshëm, nuk di ti. Për shembull unë anti-shqiptar, ë? Jo, nuk mund të them që është anti-shqiptar, nuk ka punuar. Shiko, nuk mund të them, është marksist leninist kaq. Po që ka vrarë njerëz domethënë. Shiko, usallarët e tija, ju ai vet. Pse nuk e dinte ky për? Nuk e di tani, ndoshta nuk e di, pra ti po ta mbyll. Ti thua që duhet dënohet thu? Patjetër. Bile të kalbet atje mos dalin nga burgu. Le që bën Edi Rama sikur bën protesta e joshe bën. Intereson më sepse nuk e duhet Edi Ramës tani të ketë prish marrëdhëniet me. Po vetë nga brenda. Le mos e merr me atë punë tani. Ti shikon si sistemon një nga një kadale. Ë? Më rikupton apo jo? Kaloj. Kaloj mesazhi. Kaloj mesazhi. Përshëndes. Vazhdojmë tani pastaj çfarë ndolli pas